Miq të shtëpive të bukura, gjendemi në oborrin e villës së Ramadan Rexhepit, e cila gjendet afër pendës Likovës, saktësisht në bregun e sipërm të këtij vendi, ku është ndërtuar kjo villë një katëshe dhe ka një obor të mrekullueshëm me pishinën dhe ca elemente tjera, të cilat do t'i sqarojmë në vazhdim. Ideja e pronarit për t'u larguar nga vendet urbane, të paktën për të pushuar gjatë fundjavave, ka bërë që në vitin 2012 të themeloj këtë villë një katëshe në njërin nga shpatet e maleve. Gjithçka e projektuar nga vetë ai që është adhurues i natyrës dhe i cili ka ngritur këtë objekt të përbërë nga guri dhe druri. Peizazhi i mahnitshëm që duket nga ky breg ka bërë që familja e Rexhepit të mos kursej as kohë as mjete për të ndërtuar këtë shtëpi pushimi. Siç po e shihni, me të vërtetë ja ka vletur. Në parcelën prej 1000 metrave katror ka rregulluar kopshin duke e gjelbëruar me bimësi të ndryshme. Në pjesën nga kodrat që ngritën lart, ka bërë një mur mesatar prej gurësh, kurse në pjesën tjetër është thurur me copëza drunjësh të ulët për të dukur pamja nga liçeni artificial deri në horizont. Lartësia mbidetare ka bërë që ajri të jetë i pastërt në këtë ambient të qetë e idilik, ku përputhet relievi i egër i natyrës me mjeshtrinë e butë të rregullimeve shtëpiake. Edhe më tepër i shtohet freskia kësaj hapësire me këtë pishinë të bukur. Në përmasa mesatare, por mjaft e dëshirueshme për pushuesit që kalojnë momente relaksi këtu. Një shatërvan i ngritur me rasa gurësh duket mirë edhe me zhurmën e ujit që gurgullon si një ujvar. Villa arrin madhësinë e 90 metrave katror, e ndërtuar në bazë betoni, por e mveshur me dërrasa drunjësh. Para hyrjes ka një teras mjaft të bukur që përdoret më së shumti nga familjarët për qëndrim ditor. E mbuluar me pullas të drunjt dhe e shtruar me qeramika, ofron kushtet optimale për ndej të rehatshme e sidomos në këtë set koltukësh të përshtatshëm për terasa. Interieri i villës është modest, pa komplikime, posedon vetëm gjërat elementare, të cilat janë të nevojshme për pushime fundjavash. Posedon dhomën ditore, e cila në një kënd ka të vendosur setin e mobiljeve me tavolinë shërbimi. Në një komodin të drurit qëndron televizori, por edhe pajisje tjera elektronike, të cilat kryefamiljarët nuk preferojnë t'i përdorin, por me insistimin e fëmijëve të tyre, kanë bërë që ato të vijnë në funksion si njëra nga arsyet për të qëndruar aty. Një kamin i vendosur në mes të dhomës, veç se ja shton vlerën këtij ambienti. Në pjesën tjetër të dhomës është kuzhina e vogël, por mjaft funksionale. Edhe trapezaria me 4 ulse është në shërbim të pushuesve për servim të ushqimit. Por bukuritë e mahnitshme janë jashtë, në natyrë. Bagtit që kullosin në rudinën e bregu tjetër nuk janë kafshet e vetme që mund t'i hasni në këtë mal. Her pas here mund të shihen edhe kafshë tjera të egra, po pra kjo është natyra, që mund të shijohet edhe nga kjo perspektivë.